Ndërkaq tani do të kalojmë në një ngjarje tjetër tashmë e njohur për opinionin e gjerë. Prokuroria Speciale ka intervistuar një ditë më parë ministrin në detyrë të bujqësisë Faton Peci, lidhur me hetimet mbi dyshimet për dhënien me qirat të fabrikës për mbetjet shtazore. I njëjti u lirua pastaj në procedurë të rregullt pas intervistimit që zgjati diku rreth 5 orë. Lidhur me hetimet për fabrikën për përpunimin e mbetjeve shtazore është intervistuar edhe kryeshefi i Agjencisë Ushqimit dhe Veterinarisë Bekim Hoxha. Për të folur në lidhje me këtë temë, sot në studio me neve është Paris Guri, deputet i zgjedhur nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Përshëndetje Paris. Si e komentoni gjithë këtë ngjarje që ndodhi dje, për të njëjtën ju edhe keni paralajmëruar edhe më herët dhe e keni akuzuar zotrin Peci? Është lajm jashtëzakonisht i mirë, ndonse pak i vonuar, mirë po është lajm shumë pozitiv që prokuroria dje ka bastisur ambjentën e Ministrisë së Bujqësisë e pastaj krimet ekonomike kanë intervistuar edhe ministrin Faton Peci. Ne kemi dorëzuar kallëzim penal në nëntor të vitit të kaluar rreth keqpërdorimeve që i ka bërë ministri Faton Peci në Ministrinë e Bujqësisë. Publiku tashmë është i njohur me keqpërdorimet e shumta që janë bërë në atë ministri, fillimisht duke i dhuruar subvencione vëllohut të Fitore Pacullit e më pas edhe dojës së Fitore Pacullit 2 nga 100.000 euro, që i bie shifra përafërsisht e kalën 200.000 euro, që ka qenë konflikti poster i interesit, tu e pos parasysh që fillimisht Fitore Paculli ka qenë pjesë e grupit parlamentar të lëvizjeve të vendosjes, mirë po fatkeqësia më e madhe ka qenë edhe që Fitore Paculli është edhe kryetare e komisionit, ka qenë kryetare e komisionit për bujqësi, që ministri raporton komisionit për bujqësi, që ka qenë një vepër skandaloze dhe që mendoj që krejt këto hetime ish dosht me u zhvillu më parë. Pastaj e kemi tash edhe rastin e fundit, kontrata skandaloze, e frikshme, keqpërdorimi 60 milion, mbi 60 milion euro, duke i shkel të gjitha pikat e konkursit. Para se me kalu të ke dyta Paris, po më intereson, keni marrë ndonjë përgjigje për kallëzimin për rastin e parë që keni bërë ju personalisht? Jo, nuk kemi marrë përgjigje akoma. Po flasim për një afat kohor prej? Do më thonë ka qenë në nëntor të vitit të kaluar, kur do më thonë tashëm përafërsisht 6 muaj prej kur e kemi dorëzu kallëzimin penal në prokurorinë speciale pas dhënies së grandeve për dojën edhe për vëllahun e Fitore Pacullit. Mirë po jo nuk kemi marrë deri tash përgjigje, mirë po sidoqoftë është lajm jashtëzakonisht pozitiv edhe i mirë që prokuroria tash është duke u marrë intensivisht me rastin e Faton Pecit. Po. Ndërkohë, para se me kalu edhe të tema tjera, kisha pas dëshirë me lexuar reagimin e Faton Pecit, një status që ka pas në rrjetin social të tij Facebook, e që me njëherë ka bërë pra pas intervistimet. Ai ka reaguar nga njësia e veçantë hetimore e policisë së Kosovës pas disa bastisjeve të kryera me kërkesë të prokurorisë speciale dhe ka thënë: "Të dashur qytetar, me që familjar u jam mirënjohës për shprehjen e shqetësimit si dhe për solidaritetin e treguar gjatë ditës së djeshme me rastin e intervistimit tim nga organet e rendit dhe drejtësisë. Me tekst të veçantë ju drejtohem 133.987 qytetarëve që më kanë dhuruar gjën më të shenjtë, besimin. Jam i bindur që epilogu i këtij procesi do të jetë i njohur për ju, sikurse është i njohur për rreth 30.000 fermerë që përfitojnë në baza vjetore subvencione dhe grante që njëherët janë dëshmitarët më të vëmendshëm në çdo cep të Kosovës. Ata më së miri e dinë se në funksion të kujt e kam kryer detyrën zyrtare, shkroi Peci. Ai tha se çdo shkrojmë fjalë si në të shkruar ashtu edhe e thënë është e qasshme për secilin që ka interesim. Kosova si vend i bekuar ka një popull të mrekullueshëm, e mbi qiellin e kësaj toke e këtij populli ka Zot, shkroi ai në fund të postimit." Ndoshta ishim dalur këtu te fjalia e fundit ku tha që mbi këtë toke populli ka Zot, pra çka ka dashur me thonë zotri Peci me këtë fjali? Fillimisht komplet si reagim është jashtëzakonisht problematik. 133.000, për ju drejtuar me tekst të veçantë 133.987 qytetarëve që më kanë dhuruar gjën më të shtajtë, për ju drejtuar votuesve të tij. Kosova nuk është 133.987 qytetarë, ky nuk është u gjyku në emër të 133.000 qytetarëve, është u gjyku nga prokuroria e cila funksionon
mbi bazën e krejt qytetarëve të Republikës së Kosovës, për jashtë këtë ti mësh mi pos edhe gjys milione, 1 milion vota më konë prap hajnë. Nuk të amnistën numri i votave nga hajnit që i bën. Në fakt të gjitha ata që zgjidhen, si ministra, si deputet, kanë përgjegjësi para krejt qytetarëve. Ky është munu që përmes kësaj me amnistu hajnit e ti, do me thonë të thonë që unë i këm 133.000 vota, ata është qytetari të votanë, për qytetari nuk e ndonë drejtësim, prokuroria është për atë punë që e tënë pastaj sistemi gjyqësor të hep ty verdiktin a ke vjedha jo. Pra po e thëmë, ti mënësh me i pos 1 milion vota dhe mu konë hajnë, kështu që kjo absolutisht nuk e amnistën zotrim Peci çfarë ka thonë. Edhe te fjalia e fundit Kosova si vend i bekuar ka një popull të mrekullueshëm mbi qiellin e kësaj të këtij populli ka Zot, nëse ky e kish ditë që ka Zot, nuk e kish vjedh vendin e vet. Edhe megjithatë prokuroria na jap këtë përgjigje. Edhe religioni, edhe krejt norma tjera shoqërore. Gjën më të mëkatuar e kanë hajnin, vjedhjen, sidomos kur është në pyetje vjedhja e popullit. Se që ato pore që ky ka keq përdor, ky ka vjedh, ato pore janë pore të popullit, pore të qytetarëve të Republikës Kosovës. E këto haloma e dhëmshme bëhet që ky ka keq përdor me poret e shtresës më fisnike që ka populli i Kosovës me poret e bëgjve. Do me thonë, poret e bëgjve i ka marrë edhe ja ka jep vllot edhe dojës së Fitore Pacullit kur kanë shku mediat në parcelat për të cilat ata kanë apliku, aty kanë qenë djerina total, nuk ka pos asgjë aty. Kështu që ky për Zotin nuk ka qa flet. Po. Ndërkohë, ne kemi tentu që të kemi pra edhe një përgjigje nga avokati ti, Taulant Hodaj, i njëjti ka qenë i paqasshëm sa për koreksi, sepse kemi dëshme pas edhe një qëndrim nga avokatit e dim se çfarë realisht ka deklaruar zotri Peci, ndërkohë që bashkëpartiakët dhe të tjerët e kanë mbrojtur natyrisht Pecin, duke thënë se në fakt kanë pas pak akuza dhe për prokurorinë speciale dhe për prokurorët në këtë rast. Si e komentoni? Po i posh reagimet, fillimisht kish reagu Fitore Paculli. Fitore Paculli ka përfitu 200.000 euro, 100.000 euro për vllon e vet, 100.000 euro për dojën e vet. Natyrisht që reagon Fitore Paculli. Edhe pse zonja Paculli është distancu prej atij rasti, sepse e ka thënë që tashmë edhe nëse janë familjar, ata duhet punësohen dikon, duhet hyjnë dikon punë. Nuk do me thonë që do të mbesin pa punë. Tani ku ti marrësh 200.000 euro natyrshëm që dalë edhe e mbron Fatën Pecin për veprimet e tij, edhe i kish bë me tek aty çka ka bë Ministria e Bujqësisë në Kosovë, e vish dy tika kish harru me i qit që edhe 100.000 euro ja ka vllau tam, 100.000 euro ja ka dojës tam. Domethënë kjo është natyrisht që reagon Fitore Paculli. Reagimi tjetër kej Donika Gërvollës. Donika Gërvollë nuk e merr kërkush. Që në fakt është ky reagimi i Fitore Pacullit. 300 milion euro për bujqësi, mesën që 300 milion euro për bujqësi, 200.000 euro që ka marrë familja kësoj. Edhe ju nuk po flas për familjar kushere më të lartë, rreth 2/3, vëllau i saj, qytetar dashën, vëllau i Fitore Pacullit i ka marrë 100.000 euro. Doja i Fitore Pacullit, vëllau i nonës së Fitore Pacullit, i ka marrë 100.000 euro të tjera. Natyrshëm që kjo del edhe e mbron Fatën Pecin. Pastaj ka reagu bashk kryetarja e Guxos Donika Gërvolla, pa ato s'po du me komentu se ato s'është që e merr ndonjëkush seriozisht, po çka më ka bë mu përshtypje dhe çka është shqetësuese për mu, pa marrë parasysh emri edhe mbiemri i kujt është kryeministër, kryeministri i Republikës. Në çdo vend normal të botës, nëse prokuroria, hetuesia, krimet ekonomike e hetojnë një ministri, kryeministri do të me përshëndet punën e prokurorisë, se çajo prokuroria është e Republikës të Kosovës. Çka bën kryeministri jo në ditën kur prokuroria e bastis ministrinë e bujqësisë, ai i del në mbrojtje ministrit ti. E kjo unë mendoj që kushdo, cili do person që i del në mbrojtje një hajni është i përfshim në hajni. S'ka asnjë shpjegim tjetër pse dush me i dal në mbrojtje dikujt që është i akuzuar për keqpërdorimin e mbi 60 milion eurove e skandaleve të njëpasnjëshme. Përveç që se përmenëm veç të Fitore Pacullit, ky i ka jep 100.000 euro grande dhe këshilltarit ti, e ka punësu mutën e bashkëpartioku ti, do me thonë
veprimet e tij gjatë 4 viteve nuk po flasim për prokurorin, janë skandaloze, absolutisht po. Pra e keni theksuar gjithë. Absolutisht. Deri në çfarë afati jeni të informuar deri në çfarë afati ka të drejtë prokuroria të kthej përgjigje së 6 muaj? Nuk kemi marrë asnjë përgjigje prej prokurorisë. Ne i kemi dorëzu dëshmitë tona që i kemi posë, kemi dorëzu faktët tona që kemi posë, kemi bashkangjit në kallëzimin tonë penal. Po, në fakt se ky rasti, pas një raportimi që ka bën një gazetar që ka ngri alarm për këtë rast, më njëherë prokuroria është vënë punë edhe po flas për prokurorinë speciale, sepse ju keni dorëzuar në prokurorinë themelore. Po. Prandaj pyeta nëse keni marrë ndonjë përgjigje. Jo, nuk kemi marrë përgjigje akoma, po besoj shumë që hetimet janë duke vazhdu, duke u mbledh fakte dhe provat. Ne e dim që edhe para disa muajve prokuroria ka qenë në zyret e Ministrisë së Bujqësisë, që unë kam besim jashtëzakonisht madh te sistemi i drejtësisë të Kosovës, edhe pres që me shku në burg ata që kanë vjedh, ata që kanë keq përdorur dhe i kanë fut parët në buxhetin e shtetit të Kosovës. Thash më herët që bashkë me Faton Pecin është intervistuar edhe drejtori i AU-vit, kemi tentuar që edhe Martan Çerkinin, avokatin e tij, të kemi një prononcim, po duket se janë të paqasshëm. Me siguri tashmë po, ai ka thënë që është i zënë edhe nuk ka pranuar që të jetë për shkak të angazhimeve të tij, po si e komentoni ju që edhe drejtori i AU-vit është i përfshim në këtë skandal, po themi? Faton Peci me një intervistë të tij që ka posë para disa javë tregon se qysh për kontratën 60 milion euro e ka ftu në zyre 2 herë zëvendës kryeministri Besnik Bislimi. Unë jam i vetëdijshëm që këtu në këtë hajni të madhe nuk është Faton Peci i vetëm. Krejt këtë keqpërdorim, se mi keqpërdor tënë ato miliona pare, ty të vyni është një ndërmarrje për bashkët e hajnis që e kanë realizu këto, e une tu e po se qysh Zotri Peci veç tregoj për Besnik Bislimi, në besoj shumë edhe shpresoj shumë që Faton Peci ka me i qitë edhe krejt të tjerët që kanë qenë bashkë me të përfshim në këtë hajni, që është ndoshta ma e modja, për ashtu që në qaty me po lekajnë. Po. Ndërkohë, me njëherë si ka ardhur reagimi i Lidhjes Demokratike të Kosovës, ka qenë edhe një deputet i VV-s, pra është Ilir Kërçeli, si po e shohim edhe këtu, që e ka bën një kundërpërgjigje, themi kështu një akuzë, ku thot sot një realitet paralel, kryetari i Prishtinës do të ishte intervistuar për plot 5 orë mbi disa nga temat më të nxehta që shqetësojnë qytetarët. E ka cek Prishtina Parking, arkitekti i kryeqytetit, sheshi George Bush, kontrata e pastrimit dhe tulltoria e kryeqytetit, një projekt 1.2 milion euro. Por fatkeqësisht kjo mbetet vetëm një përjetim i qytetarëve të Prishtinës, në realitetin ton kryetari as që është ftuar ndonjëherë për intervistim. Pse do të muftu kryetari për intervistim nëse të thu që arkitekti i kryeqytetit një projekt mbi 12 milion euro, George Bush investim në vlerë për 18 milion euro. Nuk dush ti, këta kanë keq kuptuar, nuk dush ti mu intervistu pse ti investon 18 milion euro. Ti dush mu intervistu nëse i vjedh 60 milion euro se nëse i vjedh 18 milion euro. Do me thonë, Faton Peci, kompanisë që ka përfitu prej qasoj shifrës 60 milion euro, ajo është hop 5 dit masi që është qelë konkursi, kurse në kontrat kërkohet që kompania me posë përvoj punë edhe deri në 15 vite, do me thonë këta i kanë shkel gjdo normë të asoj kontrate me 2 komët e tyne, do me thonë e kanë shty afatin për cilën ja kanë jep në shfrytëzim, do me thonë se cila pike asoj kontrate është jashtë legjshme. Nuk më nështi me thonë, vëlla, tash e morëm këtë, për tash du të mi morë edhe krejt kryetarët e komunave që kanë investuar. Po, që nuk ka asnjë pikë bazën atë që ka shkruajtur Zotri Kërçeli? Ky s'ka thonë kur gjo. Po, i ka cek disa projekte me investime që janë prej 12 milion euro, 18 milion euro. Po nuk është krem me investu, se këta e shojnë investimin krem. Këta e shojnë investimin krem. Krimi është me vjedh, jo me investu. Unë i kësha pos qef edhe kryeministri i Kosovës me pos, unë e sot me dole dhe me thonë pu kryeministri i Kosovës që ka investu 2 miliard euro në një autostradë që e ka bo Prishtinë-Gjilan. Po për shembull edhe kryetari i Prishtinës nuk është fort transparent për investimet që i bën. Jashtëzakonisht transparent është, nuk ka deri tash asnjë se me pos diçka ky kish thon diçka Zotri Kërçeli, kish thon e kish përmendni një hajni që është bo, po ky është i përmend projektet që i ka bo. Po për shembull kontrata e pastrimit, na e kena pasur një diskutim në studio që ka met një farë borxhi për kompaninë e pastrimit që është krejt temë tjetër. Kompania e pastrimit e ka sabotu mbeturi, i ka sabotu komunën e Prishtinës për
heqjen e mbeturinave, çka ka bëu kryetari i Prishtinës për mos me met qytetarët e Prishtinës, qytetarët e kryeqytetit me mbeturina, ka gjetë mënyra tjera. Ata e kanë sabatu për faktin që është kërkuar që pagesa të bënte Komuna e Prishtinës, se deri vonë janë bërë te Komuna e Pastrimit. Ka gjetë mënyra të tjera çush me pastru, ka gjetë mënyra të tjera çush me pastru mbeturinat. Nëse edhe kjo mënyrë dështon, prap kryetari i Prishtinës ka gjetë mënyra të tjera. Pse duhet gjenden mënyra të tjera kur ata vetëm kanë pas kontratë me Komunën e Pastrimit? Ata thanë që për shkaqe politike po tentohet bëhet kjo që të merret një kompani tjetër private, të kontraktohet. Jo. Kompania e Pastrimit e ka pos kontrolën për me pastru qytetin. Ne e dim vitin e parë dhe vitin e dytë, Prishtina ka qenë mbulune me mbeturina derisa janë marrë dhe kompani të tjera në ndihmë të kompanisë së mbeturinave. Tek atëherë ka fillu qyteti me u pastru edhe me u heq mbeturina. Po, në fakt, mbeturinat janë edhe dje dhe sot edhe po vazhdo problemi në përshon hajzidje. Janë absolutisht janë dje edhe sot. Për arsye që këta janë duke e sabotu Komunën e Prishtinës. Mirë, para 70 muaj nuk ka qenë problemi mbeturinave. Po ju po thoni ata po shpëdojnë me sabotu, Komuna po don me bëj zgjidhje. Kush ka zgjidhje? Përderisa nuk kanë qenë të ofruara zgjedhjet. Tash është ofruar koha zgjedhjeve lokale, natyrisht që përmes personave që i kanë të instaluar brenda institucioneve, këta kanë me tentu me sabotu punën e Komunës së Prishtinës. Mirë, po unë prap nuk jam kompetent me full për qeverisjen lokale të Prishtinës, mirë po veç po du me thonë që unë kisha qenë krenar, nëse unë kisha mujt me full për projekte të tilla për kryeministin se për një komunë që udhëheq lëvizjave të vendosje. Po, natyrisht që LDK duhet jetë krenar me kryetarin, a? Jo, unë jem krenar me punën që është bo jem krenar me investimet që jem bo. A ju nuk më ngre paralele mes kryeministit që është krenar me Faton Peci, Faton Peci është tu u akuzu për hajni, ndërsa kryetari i Prishtinës nuk është tu akuzu për këtë. E vërtet, kjo është e vërtet. Ti kthejmë edhe një herë temës për cilën edhe do të flasim gjatë gjithë kohës, ka pas një reagim edhe nga zonja Haxhio. Ajo ishte ndër të para që i doli në mbrojtje Faton Pecit edhe në fakt pati shumë reagime. E thash edhe më herët, unë besoj fuqishëm që kushdo që i del në mbrojtje hajnis është i përfshim në hajni. Ndërkohë e keni pas një raport me zotrin Peci gjatë gjithë kohës, keni hedhë akuza ndaj njëri tjetrit, në fakt ai ka thënë për ty që ti duhet jesh prapa grilave. Nuk e di nëse kemi atë deklarat, nëse mundet me ndihmur regjia, është pikërisht për këto akuza që ja keni bëj jo në prokurori themelore. Për atë... Po, atë shohim bashkë, edhe ti kthejmë edhe një herë asaj deklarate. Patjetër. Unë e di që ka bënë një thyrje të tillë është konsumus i 4 veprave penale dhe për çka unë i kam deponu në prokurori dëshmit me prova materiale SMS edhe ku ka dhe dëshmitar që ai ka dashur gjatë procesit zgjedhor të inskenoj kinse dhënia e përkrahjes për sektorin e bujqësisë erdhën me rishfet. Kështu që një diçka është e sigurt herë do kur ai personi do të gjinet prapa griljave, ndoshta ai e ndin thellë që aty do të përfundon edhe për këtë edhe paraqet mesazhet e tilla. I gatshëm të deklaroheni para prokurorisë së paraprojektit në rastin prokurori. Gjithë 24 orë edhe për disa pretendime të fundit, do thotë gjatë javës kam i dhënë këtë shpjegimet edhe krejt edhe kam i shkëklu edhe demantu shumë këtë sikurse i kam demantu gjatë gjithë kohës mandatit posaçërisht në vitin e fundit për shkak se jam ministri ndoshta që më shumti hapet shpifje dhe dezinformata në raport me mua. Se do të pyet ata veç për ty, po thonë ministri më atë. Doshta, do thotë po pyet një ata që janë do thotë shpif skujdestar. Kështu që nuk e di cilat janë arsyet. Në diçka është e vërtetë, do thotë sa më shumë që has në përkrahje qytetare, njëri mund të krijojë armiq të vërtetë. Kështu që sipas gjitha gjasa unë kam krijuar armiq të vërtetë nga përkrahja e madhe qytetare, po unë asnjëherë nuk lëvizi nga pjesa e rrugës të ndjekjes së interesit publik qytetar. Pare çfarë ndjenje t'jef kur e dëgjon këtë deklaratë prap? Ky tha që unë jam konsumus i 4 veprave penale. Në vërtet? Nëse unë kisha qenë konsumus i 4 veprave penale, prokuroria dje do të ishte në banesën time, jo në ambient e punës ti.
do t'i kisha unë dje një 5 orë të intervistuara nga krimet ekonomike e jo zotri Peci, të gjitha këto jenë shpifje qashtë qysh kë tha që gjatë javë, se kjo deklarat është nëse zgaboj para 2 javë, tha që gjatë këso javë këmë shkoklu. Gjatë këso javë tha këmë shkoklu. Në fakt, buni me busqesh edhe ky term që e përdori. Kaloj, po, para menon qëfar niveli ministrit përdor terma këmë shkoklu, pse se më kanë zbulu një hajni. Ky tha që këmë shkoklu gjatë këso javë. Ka kalu ajo javë që ka pos me më shkoklu, ka kalu edhe një javë tjetër që ka pos me më shkoklu, e i vetëmi i shkokluar në këtë mes është zotri Peci. Po, ta shkojmë deri në fund, verdiktin e prokurorisë, se qa po ndodh deri në fund, kjo është veç fillimi, ndërkohë përmes një lidhje direkte kemi edhe Sali Rexha, i cili do të inkuadrohet në këtë bashkëbisedim, pra është opinionisti Rexha, nëse po na dëgjoni, mirë se vini në Kosova Live. Po në çaj mirë, gjithashtu, mirë se takohem. Përshëndetje. Një koment përgjithshëm mbi ngjarjen që ndodhi dje. Po, kjo është rezultat që ndodhi mas shumë publikimeve që bën gazetarët dhe disa opinionistë tjerë, mandej dhe zoti Guri, zoti Pacolli, argumentuan shumë hajni të Pecit, ato ishin publikisht, shihej se janë bo hajni të mëdha, dhe është mirë se prokuroria ma në fundu kyç, sepse nuk mjafton që vetëm opinionit sensibilizohet, po duhet të japin edhe përgjegjësi. Mirë po, mendimi jam për ministrin Peci është se ajo është i padijshëm, ajo është rastësisht ndodh në atë funksion, se përndryshe do të ishte diku në përkryesit në ndegve apo degve në ndonjë partije, po u rreshtu drejt në thojza në Vjosën në një moment caktuar dhe shkojnë atje ku është. Si që keni pa, për shembull, ai deklaron se ishte kërkesa e zëvendës ministrit Bislimi, 2 herë që ta nënshkruaj atë marrëveshje, do të thotë ai nuk është i vetëdijshëm, apo pranon urdhra prej tjerëve, e shkel ligjin. Kjo marrëveshje nuk është veç problemi i zotit Peci, kjo është aty është involvuar edhe zëvendës ministri, edhe ministri, edhe kryeministri Kurti vetë, sepse sa e di une, ky vendim në këtë rast është bërë me vendim të qeverisë. Po, në fakt, përgjegjësi kryesor është zotri Peci, i cili e ka nënshkruar kontratën. Po flasim për... Po, ai e mon përgjegjësinë penale i pari, po ai duhet edhe tregoj aty se kush ka ndiku, kush i ka thonë dhe edhe ata nuk janë ndikur të pafajshëm. Prokurori dhe ndërhyrja, edhe urdhri, se aty si shihet ai Bislimi e urdhëron, thotë nuk na intereson sa kushton, do të filloj në nënshkruaj dhe fillon puna. Tash po dalim në siguri sonë të zoti Panduri do të dalin fakte të reja, se në atë firmë punon vllavi zotit Bislimi. Bislimi ka edhe shumë hajni, është involvuar edhe në shumë hajni tjera, po është një i lumt këtyne që po i zbulojnë këto hajni e këto krime, sepse sa është qeveria në pushtet, është vështirë me i zbulu, gjitha këto që po zbulohen. Tek masi shkon prej pushtetit qeveria Kurti, atër do t'i shohim në hajnit e vërteta, se ato janë hajni masive që po ndodhen. Sidomos pas rezultatit zgjedhjeve të nënë shkurtit, ata e kanë pasë, është koha ku shkojnë në opozit, është një rrezik i madh me shku në opozit. Shpresoj se ish opozita bashkohen, sidomos LDK-ja duhet të rreshtohet në krah të opozitës. Tish opozitës do ta marrin përgjegjësinë, aq sa kanë vota dhe ta debojnë këtë qeveri nga pushteti, se vërtet është e rrezikshme, si në planin e mbrëmshëm, si në planin e jashtëm, është të dëmtu shtetin shumë rënd. Askush nuk duhet me këshyr interesin individual, askush nuk duhet me këshyr interesin partijak, është interes nacional, është interes shtetënor e kombëtar që kjo qeveri të largohet nga pushteti, se janë hajni shumë të mëdha, janë dëmtime shumë të mëdha që po i bën shtetit Kosovës edhe në raportin ndërkombëtar. Po si ka drejt për shembull dje ministresha e drejtësisë dalë dhe ta marrë në mbrojtje një hajni të ndërhyrë drejt për drejt Nëse po më dëgjoni.
Po, më falë që po ndërprej. Nëse po më dëgjon më herët me Parisin ishim duke folë dhe për disa akuza që janë bë nga përkrasit dhe bashkëpunëtorët e Kurtit kundrejt prokurorëve dhe tash në këtë çaste kemi një reagim nga shoqata e prokurorëve të Kosovës, po e lexoj edhe mund ta diskutojmë edhe bashkë. Ata thanë se me shqetësim kanë përcjell reagimet publike të bëra së fundmi nga përfaqësues të subjektit politik Guxo dhe nga zyrtar të qeverisë së Kosovës pas veprimeve procedurale të ndërmarra nga Prokuroria Speciale në rastin që përfshin intervistimin një zyrtari të lartë në cilësinë e të dyshuarit. Në mënyrë të veçantë, shoqata konsideron të papranueshme gjuhën denigruese dhe akuzat publike të drejtuara ndaj kryeprokurorit të Prokurorisë Speciale Blerim Isufaj, si dhe ndaj prokurorit të çështjes Admir Shala për shkak të ushtrimit të detyrës së tyre ligjore dhe kushtetuese, thuhet në reagim. Tutje në reagim thuhet se prokurorët e Republikës së Kosovës, përfshirë edhe ata të Prokurorisë Speciale, veprojnë në përputhje të plotë me kushtetutën, ligjet në fuqi dhe prova që rezultojnë nga hetimet. Do doja një përgjigje nga Parisi me që e diskutua më herët këtë reagim të shoqatës së prokurorëve. Po kretë këtu lufta, do me thonë, goditjet që janë të ju bo prokurorëve dhe kretë atyne që janë të marrë me këto rastet, janë një farë tendence që para publikut me u mundu me i diskreditu për arsye që këta e din që epilogu final këme qenë që këta kanë me u denu, se aty ka hajnit të poster, e këta në të e përgadit një farë para përgaditje për terenin që kur denohen, me thonë, këtu kanë qenë politike, prokurorët kanë qenë të ndikuar nga partit politike, mirë po ne e dim që e njëjta prokurori ka denu edhe në të kalumen politikan që ministra, zëvendës ministra që kanë bo korupcion, kështu që kjo është një strategji e cila këta të munu me përdor për me ushqy elektoratin e tyne. Dhe më thonë, na e pom postimin e Fatën Pecit. Për Fatën Pecin që ako rëndësia 138.000 votus të ti. Sa i menon që bota qaqësht, 138.000 votus. Menon që përgjithësin kryesore e ka ndaj votusve ti. Absolutisht po. Ndërkohë, zotri Regjaj, mendoni ju se po rrezikohet drejtësia nga këto sulme që i bën vazhdimisht prokurorisë? Unë jetoj në një shtet, jetoj në Zvicër, ku një ndërhyrje tillë e ndonjë politikani në drejtësi do të ishte automatikisht vepër penale. Ju keni pa tash mos krahasoj për shembull se si gjykata speciale se si penalizon njerëz për gjona konkrete, për shembull ata të shoqatën e luftëtarëve pse i publikun emrat. Këto janë gjona shumë të ndihshme. Prokurori është zot në një shtet, aty nuk kanë politikan kurfar ndërhyrjes guxojnë me pas. Këtu në Zvicër ka ndodhur para 15 vjetëve, kryetari i partisë më të madhe për një deklaratë, aty është rrothu shtëpia, janë bë hetime, është ndaluar me fol, prokuroria ka kompetenca shumë të mëdha. Prandaj po të ishte në Zvicër apo në një shtet demokratik, zonja Gërvalla dhe zonja Haxhiu, se s'di që shmi e thonë njëri zonja me këto sjellje që shpo i bojnë, po vërtet do të kishin problem për ndërhyrje. Me njëherë do të kishin, sot mëngjes apo djetë do të kishin ndërhyrjen nga prokuroria për ndërhyrjen drejtësi, se nuk guxojnë me ndërhyrje. Zotri Regja, edhe një pyetje të fundit, çka prisni ju nga këto hetime që po ndodhin në Ministrinë e Bujqësisë dhe për drejtorin e AU-vit gjithashtu? Edhe një analfabet që s'merr vesh në çështje juridike, ato e kemi parë nga zoti Berim Mehmeti, e kemi parë nga atë publikimet që janë bërë se janë hajni klasike, është vjedhje në çdo hap kjo kontratë shkel, prej fillimit deri në fund. Edhe këta si na shesin neve patriotizëm, edhe instanca e fundit e kësaj marrëveshje përfiton dikush atje në Serbi për kësaj marrëveshje, të cilën e financon shteti i Kosovës, nga buxheti i Kosovës, përfiton dikush Serbi, e këta na kanë shik neve patriotizëm që 20 vjetë se ku ta diunë sa janë postasi jetëtar, se dojnë mu bashku me Shqipëri, e ta thuja çdo veprim i tyre, si me Rryn, si me Martin Berishen, dikur 80% e hajnive e kanë një lidhje atje diku në Serbi. Edhe pres që do të dënohen me siguri, se prokuroria do të me ditë se ka përkrahjen e ndërkombëtare, faktorëve të fortë që nuk përzihen Kosovë publikisht, po ata nuk ndalen. Edhe janë njerëz kanë përvojë, po shihet se kanë edhe guxim, po shihet se po më duket se janë ashtu që shpelun rolin spaku atje
në Shqipëri, se po i ndjek hajnit pa për jashtim, edhe Blerimi Sufi me ekipin e vetë, janë të kry punën mirë dhe në këto deklarata që po mundohet, Kurti me varësit e vetë me bo presion, nuk ka me pas sukses, nuk funksionon. Po, Zoti Regja, unë të falenderoj shumë për këtë inkuadrim. Ju përshëndes ditën e mirë. Faleminderit shumë. Paris, me që e përmendi edhe Iliri Mehmetaj, pra një gazetari i cili ka ngre alarm edhe për këtë rast për cilin po flasim tash, mirë po djaje ka bën një postim duke ngre disa dyshime edhe për ministrin në detyrë Hajrullah Qeko. Mendoni se ka edhe diçka tjetër që ndoshta ai ka informacione? Absolutisht, po edhe unë para 8 muaj, 9 muaj kom full për keqpërdrimet që ka bo Hajrullah Qeku. Hajrullah Qeku ka shpërndo grande për kompani, për organizatën një qeveritare të cilën ai vete ka themelu. Ka shpërndo subvencione për organizatën ku themelus është vllau i tij, ku drejtori është vllau i tij. Kështu që absolutisht që në rand është Hajrullah Qeku, e jo veç Hajrullah Qeku, po kanë me ardhur edhe të tjerë për arsye që gjatë 4 viteve krejt kjo mos punë që është bo në Republikën e Kosovës na qënë deri që aty që këta kanë qenë shumë të nëzonën duke i rahatu familjarët e tyne, aktivistat e tyne, militantat e tyne, edhe për këtë arsye nuk kam pas shumë ku me umor me zhvillimin e Kosovës. Ne që një anë është mirë, për në anën tjetër është edhimshme pse dhe Kosova nuk e ka atë nivel. Ne jemi dëshmitar të zhvillimit të hëfshëm të Shqipërisë, jemi dëshmitar që para 2 javë Shqipëria ishte epicendra e Europës, soj përket umbledhen të gjithë liderët europian të NATO-s e të BE-s në Tiranë, kurse ne gjatë këtyre 4 viteve kemi qenë të sankcionuar barabarësisht me Rusinë. Dhe më thonë, Rusia edhe Kosova janë në sanksione të Bashkimit Evropian. Po, në fakt ne s'kemi çka tjetër të shtojmë lidhje me këtë, presim edhe një përgjigje zyrtare nga prokuroria të shohim se si do të marrë epilog ky rast. Ti kthehemi pak edhe ngërçit politik në vend. Derisa këto ngjarje po ndodhin, ne po vazhdojmë që mos të kemi institucione, mos të kemi konstituimin e kuvendit, po dështon për 22 herë. Çfarë po ndodh realisht aty Paris? Po tash nuk më nësh me prit që me marë përgjithsin që ju takën një partije të cilët kanë një kryeministër i cili e sulmon sistemin e drejtësisë, një ministër i drejtësisë i cili e sulmon prokurorët, një ministër i cili keq përdor 60 milion euro e deputet që kanë përfitu për familjar të tyne, ti nuk më nësh me prit që ata kanë me usil si të përgjegjshëm edhe si që ju takën me Kushtetutën e Republikës së Kosovës, që ashtu që shredim i pare sipas Kushtetutës së Republikës së Kosovës, i pare ko përgjegjësinë për krimin e numrave, e kam pas liderët politik një takim para 1 jave me presidentën e Republikës së Kosovës, Zonja Osmani, ku Albin Kurti dhe brenda takimit ka deklaruar se nuk ka asgjë emergjente që të zgjidhet kjo çështje, kjo është vetëm se po krijohet nga mediat për arsye që populli nuk është interesuar që të gjendet një zgjidhje, përderisa kemi një kryeministër i cili funksionon me një mendësi dhe me një logjik të tillë natyrshëm që ka me dështu 22 herë, 23 herë, 25 herë. Në fakt, partitë opozitare gjatë gjithë kohës po thonë se është embri i zonjës Haxhiu që është i papranueshëm për juve për me votu, ndërkohë që më duket që ke thënë ti që do ta vetoj Agim Bahtirin. Absolutisht po, ka qenë qëndrimi imi personal, jo i Lidhjes Demokratike të Kosovës, nëse propozojnë Agim Bahtirin, ne votoj Agim Bahtirin. Të duket më i denjtë se zonja Haxhiu? Nuk është më i denjtë se zonja Haxhiu, ata mirëpon mendoj që Agim Bahtiri është përfaqësuesi më i mire i nivelit të lëvizjes vetëvendosje. Ai është përfaqësues më së miri nivelin e lëvizjes vetëvendosje, kështu për çfarë arsye kam thonë që do ta votoja dhe do ta votoj nëse herë do kur ndron mendje Albin Kurti dhe propozon Agim Bahtirin. Po, është mirë me të sqaruar për çfarë niveli po flasim Paris. Nivelin e tyne akademik që e kanë. Akademik? Po. Po, edhe pse e dim që Bahtiri sfundmi është bashku po mendoj kuvendit Kosovës, është deputet i zgjedhur. A ka diçka personale për një gjest që e ka bën kuvend, për një dhuratë vogël që ta ka dhuru, e që u komentu shumë? Po, jo, nuk ka asgjë personale, absolutisht jo. Arsyen pse ma ka dhuru dhuratën Agim Bahtiri është që i shprek. Unë e kuptoj që kolegët e të mujnë mos me besu që ti e i denjë edhe me marë si shaka për ty.
Mirë, po ti vetë mos më besu që ti je i den tani që kesh problematike, sa i kish menu që unë po bëj hajgorën për një me e kom që e votoj Agim Batirin për kryetor të vendit, për me menoj që është ma i den një në grupin parlamentar të vetëvendues. Po çka të tha kur ta dha dhuratën Paris? Cila ke? Më tha rreto, edhe kjo është problematike si qasje, për arsye që... Më falë që po të pës publikisht. Sa vjeçar je? 28. 28 vjeçara. Nuk do t'jemi krenar na që një person 28 vjeçar është pjesë e kuvendit, se të kanë zgjedh qytetarë. Po, absolutisht, po që është problematike për arsye që kjo është dimensi e vjetër që nëse ti je i ri ti nuk dhe, nëse ti je i ri ti nuk mënesh me fol, nëse ti je i ri ti nuk i mendim, po ju flas krejt atyne që po na dëgjojnë që në 3 mosh, ti mënesh mu ka një ri në mosh, mi pos 20.000 vota, mënesh mu ka një ri me him parlament, mënesh mu ka një ri me pos mendim, mënesh mu ka një ri me fol edhe me vepru, kështu që kjo nuk është absolutisht dekurajuse. Se mosha nuk të bërë më ditër, a? Absolutisht jo. Përkundra unë jam krenar që jam i ri edhe jam pjesë e Parlamentit të Kosovës. Natyrisht, na vjen mirë që e ke marrë me sportivitet edhe këtë gjest të Batirit. Faleminderit shumë që ishe sot në studio. Faleminderit juve për ftesën.